Bien Jerazi, antare e Këshillit Bashkiak. Përshëndetje Ilda. Përmbrëma Armela, faleminderit për ftesën. Jemi në një ditë në fakt ku shpërndahen mesazhe të shumta, jo thjesht mesazhe urimi, por ne jemi ndalur në pjesën e parë të këtij transmetimi. Sot shpërndahen më së shumti mesazhe shprese dhe ku e vërteta ka vlerë më shumë se sa ndoshta çdo ditë tjetër. Dhe ne jemi në fakt në një periudhë ku shumë të vërteta po zbarten. Ne kam fjalën këtu për ato të vërteta të hidhura, por që janë aty në shoqërinë tonë, duke kafshuar nga pak çdo ditë, si nga xhepat e shqiptarëve dhe kështu me radhë. Po flasim këto ditë Ilda për dosje, si ajo e Akshit, nga skandali në skandal sa herë që zbulohen detaje. Pastaj sot kemi pasur zhvillime të reja për sa i përket çështjes Balluku. Syri Televizioni, emisioni Plug ka zbardhur një tjetër aspekt që lidhet edhe me çështjen Balluku, po që zbardh shumë çka lidhur me atë çfarë kemi thënë prej kohësh, mediat e blera, e kemi fjalën këtu për Report TV dhe për Carlo Bolinon, po nga ana tjetër pastaj në maj të gjithë kësaj qëndron kryeministri Rama dhe mazhoranca që përpiqet që t'i zvarris disa çështje dhe të përpiqet t'i mbuloj disa të tjera. Në çfarë periudhe jemi, pra çfarë viti po mbyllim dhe çfarë po fillojmë? Ndjesi u zgjata, po duhet ta bëja këtë analizë. Po, me qënë se jemi në ditë festën, ratë parë më përfitoj nga mundësia që të uroj të gjithë besimtarëve të Krishterë, gëzuar Krishtlindjen. Kjo është duhet ishte për gjithë shqiptarët dhe për çdo njeri në botë, në fakt, një nga periudat më të bukura të vitit. Jo vetëm për atë që përmendet ti, pra për shpresën për një nisje të re, por në të njëjtën kohë besoj që është dhe një moment shumë i mirë për një reflektim të thellë, sepse është mbyllja e një viti që ne po lëm pas, dhe ky vit që ne po lëm pas, në fakt nisi me shpresën për zgjedhje të lira dhe të ndershme, ku përsëri dështuam, nuk arritëm që të realizojmë këtë, dhe në varësi të kësaj, pastaj ne po shikojmë që në qeverisjen e tij të katërt, Edi Rama vetëm po shfaq atë që ne kishim paralajmëruar prej kaq kohësh, që qeverisja e tij është e kalbur në çdo hallk të tij. Mirë po sot Edi Rama dhe qeveria e tij nuk përbëjnë më vetëm kërcënim për çdo qytetar shqiptar. Ne sot fatkeqësisht jemi shndruar në një rrezik shumë të madh edhe për sigurinë e NATO-s dhe për sigurinë e Bashkimit Evropian. Dhe këto janë sinjalet më të forta që po merr Edi Rama, ministrat e tij dhe çdo person tjetër që është i përfshirë në këtë rrjet mafioz që keq menaxhon parat e shqiptarëve, por edhe që po rrezikon të ardhmen e shqiptarëve, të atyre që qëndrojnë edhe në Shqipëri. Kështu që si përmbledhje, si një reflektim për atë këtij fundviti, unë do ta shikoja kështu, që Shqipëria është në mesin e një procesi që ka nisur, që është rrëzimi i qeverisë aktuale. Ne po shikojmë tash, nuk është thjesht kalpja, kjo qeveri po ikën, dal nga dal, por ne këto duhet ta shikojmë edhe si një mundësi të re që na jepet gjithëve, që këtë agoni të socialistëve të mos ta lejojmë të vazhdojë më tej, por ta shfrytëzojmë për një nisje të re, për një Shqipëri që duhet të ishte krejt ndryshe, dhe që sot i kishte me thënë